Dashi, e diela sjell qetësi pas një jave të ngarkuar, është ditë e mirë për familje dhe për të mbushur energji, jo për nxitim apo për vendime të mëdha. Demi kërkon reati dhe stabilitet emocional. Mund të ndihesh më i lidhur me shtëpinë dhe njerëzit e afër, ndaj shijoj qetësinë. Binjakët, mendja të shkon te shumë gjëra një herësh, por përpiqu të relaksohesh. Një bisedë e këndshme me dikë të afërt mund të bëjë shumë mirë. Kaforja, dita është shumë emocionale, por është edhe ngrohtë. Është moment i mirë për familjen dhe për të kaluar kohë me njerëzit që do. Luani ke dëshirë për vëmendje dhe argëtim, por e diela të fton të pushosh. Gjej balans mes qetësisë dhe aktiviteteve sociale. Zhyresha mund të mendosh për javën që vjen dhe të organizosh gjërat në kokë. Mos u streso, thjesht jepi vetes pak pushim. Peshorja, dita sjell harmoni dhe energji të mirë në marrëdhënie. Është moment i bukur për dalje të qeta ose kohë me njerëzit e dashur. Akrepi, intuita është e fortë dhe të ndihmon të kuptosh më mirë veten. Është ditë e mirë për qetësi dhe reflektim. Shiretari, ndihesh më i lirë dhe optimist, mund të planifikosh diçka të këndshme për javën që vjen apo për një aktivitet relaksues. Briciapi, mund të mendosh për punën edhe sot, por përpiqu të shkëputesh. Pushimi është i rëndësishëm për të filluar javën mirë. Ujori, ke ide të reja dhe ke ide për ndryshim, por diela është më mirë për relaks dhe për aktivitete të lehta. Peshqit, jeshmëria dhe qetësia shpirtërore janë në fokus, është një ditë shumë e mirë për pushim, art apo reflektim.